Një ngjarje e rëndë ka tronditur banorët e lagjes Brigada 17 sulmuese, ku është gjetur i pajet një shtetas. Sipas burimeve jo zyrtare, viktima është identifikuar si Vasil Gashi, rreth 60 vjeç. Policia dhe shërbimet e tjera emergjente u njoftuan menjëherë pas zgjedhjes së trupit dhe mbritën në vend ngjarje për të nisur hetimet. Deri më tani, shkaqet e vdekjes mbeten ende të paqarta, ndërsa pritet që prokurori të urdhërojë kryerjen e një ekspertize mjekoligjore për të përcaktuar rrethanat dhe shkakun e vdekjes, ndërkaq mësohet se viktima është gjetur me uniform pune. Banorët e zonës raportojnë tronditje dhe shqetësim për ngjarjen, ndërkohë që forcat e rendit vazhdojnë sigurimin e vendit të ngjarjes dhe marrjen e provave të nevojshme. Autoritetet ende nuk kanë lëshuar një deklaratë zyrtare për mediat dhe publikun. Hetimet janë në vazhdim dhe pritet që në orët në vijim të ketë informacione më të detajuara mbi këtë rast tragjik. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.